Faleminderit shumë. Përshëndetje të gjithëve. Ne jemi Surpriza Maria dhe vim sot këtu për të sjellër urime të bukura me rastin e ditë lindjes dhe daljes në pension të zonjës Zinie, e cila meriton një duartërvitje të fortë. Faleminderit. Do thoni ju pse. Në fakt, të gjitha nënat I meritojnë duartërvitje, por për zonjën Zinie, unë thash një duartërvitje, sepse ka krijuar një familje të mrekullueshme me bashkëshortin e saj në Gruzin. Prandaj unë ndodhem sot këtu për të sjellur urime të bukura për ta emocionuar si në këtë çast. Zinie e dashur, keni plot miq këtu, por a ka nga ata që mungojnë sot? Ke njerëz që të mungojnë? Do doje t'i kishe këtu? Po tash ju mendova se sa me navzinë. Po ndoj një ditë? A I ke fëmijët e tu të kishe këtu një përvesa? Po vetëm Ana. Nusja. Mirë. Në fakt. Po Majlinda. Ke njerëz të cilët mungojnë? Leta, kemi në Shqipëri, ne na mungojnë shumë tjerë njerëzit, sepse jo të gjithë bëhen bashkë. Megjithatë, për ty është porositur një buqit e bukur me të ndapitat buq, e cila tregon dashuri, numri të ditëlindjes 67. Po ashtu, unë mbaj në dorë 2 balona në formë zemre dhe njerëzit të cilët më kanë dërguar mua të thonë sot nëpërmjet mua të duam shumë. Shkruar në këtë balon dhe pension të mbarë te balona tjetër. Lutem të mbaj pak. Edhe tjetër. Atëherë e zbulojmë së bashku. Për nenën tonë të dashur Zinie, gëzuar 67 vjetori dhe dalje në pension e shtrejta jonë. Sot fesojmë një ditë të veçantë dhe villimi e një kapitulli të ri, më të qetë e më të bukur në jetën tënde. Më fal pak unë e pak atë buqit, e ti që ke emocione. Shumë bukur. Për ne, ti je një bashkëshortë e dashur, një nënë e përkushtuar dhe zemra e familjes sonë. Vitet e punës, përkushtimi dhe sakrificat e tua meritojnë gjithë dashurinë dhe mirënjohjen tonë. Urojmë që vitet që vijnë të sjellin shëndet, lumturi, qetësi dhe shumë momente të bukura pranë familjes. Shijoje çdo ditë të këtij kapitulli të ri, sepse e meriton. Të duam shumë, aq sa fjalët nuk mund ta thonë, me gjithë dashurinë tonë, bashkëshorti dhe fëmijët e tu familjarisht. Në duartërvitje. Tani kuptove, jo se ata nuk ka thonë shpesh që të duan sa vetë vota, por dhe ka në përmjet nesh me ditë vlerësi, tjetër kuptim dhe tregon dashuri të shumërisht. Bravo, një duartërvitje të shqiptë. Këtë kartëlirurimi e kemi merë me zemra në fakt dhe me një foto ku ke dalë me bashkëshorti për të ngellur një kujtim I bukur. Jo pa qëllim, sepse ne të themi buqeta do taj, balonat do prishen, torta do konsumohen gjithashtu, por kjo kartëlirurimi do të të kujtojë të ditë kaq shumë të veçantë në jetën tënde. Unë të uroj shëndet bashkë me bashkëshortin e Brus, po ashtu dhe gjithë fëmijët e tu të kenë shëndetje, ti të jetosh edhe 100 vite të tjera për t'ju gëzuar mikërve dhe besave të tu. Faleminderit. Tani është ai momenti I bukur që do vrim qelintë 67 të ditëlindjes tënde dhe do ta këndojmë këngën e ditëlindjes, që pastaj ju të vazhdoni me qenin tuaj dhe unë të vazhdoj.
Me qenë se endi kështu të bëjnë një foto të zgjeni do. Ju falenderoj të gjithëve që më dëgjuan, kalofshi në vremi të bukur. Dhe po ashtu do të doja që mbas kohëve që do të realizoni, të ishte një vallë. Se do të sjellë tani te ato këto pyetje. Jo, të duken dy. Faleminderit.